Kosova nuk është ndërtuar nga njerëzit që ikun nga përgjegjësia. Kosova është ndërtuar nga burra dhe gra që sakrifikuan gjithçka për këtë vend. Partia Demokratike e Kosovës bon mbi supet një pjesë të madhe të historisë së shëndërtimit të Kosovës. Nga lufta për liri, tek shpallja e pavarësisë, tek ndërtimi i institucioneve të shtetit. Dhe sot liderët tonë, Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe bashk luftarët e të tyre, Jakub Krasniqi e Recep Selimi tani ndodhen larg familjeve të tyre në Hagë. Ne besojmë në drejtësi, ne besojmë në të vërtetën, dhe ne besojmë e jemi të sigurt se historia nuk mund të rishkruhet. Ata nuk janë vetëm individ, ata janë pjesë e historisë Kosovës, dhe unë besoj fort, ata do të kthehen faqebardh. Faqebardh dhe krenar do të kthehen me të fortë, sepse askush nuk mund ta zbë sakrificën për lirinë e Kosovës, e askush nuk mund ta ndal ecjen përpara të Kosovës. Ju me 7 qershor do të vendosni, a do të vazhdojmë me krizë, apo do të ndryshojmë Kosovën.